Kjo është lidhje ilegale. Ka veç diçka janë. Ti mi bjerë mu tjerat, i hek këtu, s'ka problem? Jo, na këtu do të më hek sot. Sistemi elektronik i kontrollit të shpenzimeve të energjisë mundëson KEC-it të nxjerrë të dhënat dhe nga aty të identifikojë nëse në zonë ka keqpërdorim të energjisë. Atëherë përvrem se te ky njësor plomba distributive janë të kputura, po vetëm i ka vendosur formalisht. Nga zyra e tyre në Prishtinë, ekipi që në qendër ka kompetencat të veprojë në të gjithë Kosovën, ka vendosur në lup disa biznese në rajonin e Pejes. Në përcjellje të njësive speciale të Policisë së Kosovës, ekipi special për gjurmimin e vjedhjeve, një mëngjes shtatori, nisi aksionin për trajtimin e informacioneve inteligjente për keqpërdorim të energjisë. Kur gjithçka ishte gati, ekipi u afrua te biznesi i dyshuar. Disa lokale të natyrave të ndryshme, të cilat ishin të përqendruara në një objekt, ishin cak i kontrollit. Informata inteligjente fliste se një pjesë e energjisë e cila po shpenzohej në atë pjesë nuk po faturohej. Allez, j'attends, je suis là maintenant le tour. Në momentin e parë, ekipet e KEC-it dokumentuan dyshimet e tyre. Dy njësor elektrik dyshohet se ishin vendosur nga pronari i biznesit në mënyrë ilegale. Energjia elektrike që shpenzohet përmes këtyre dy njësorëve nuk faturohet, rrjedhimisht keqpërdoret. Pronarit i kumtohet lajmi se këta dy njësorë do të konfiskohen dhe i njëjti udhëzohet për veprimet që duhet t'i ndërmarrë. Këtu do të më shkyq, mi hek edhe ti dush me bu një kërkesë për lidhje të re. Ja, se kjo është lidhje ilegale. Ka veç diçka janë. Ti mi bjerë mu tjerat, i hek këtu, s'ka problem? Jo, na këtu do të më hek sot. Në minutat e parë të operacionit të kontrollit, ekipi special i KEC-it ka arritur të dokumentojë probleme. Dy armatës të cilët ishin vendosur jashtë procedurave do të konfiskohen nga ekipi i KEC-it. Atëherë konsumatori njësorin e regjistruar e ka në katin e parë, ku do të thonë energjia e shpenzuar aty motet dhe faturohet. Mirë, po në katin e dytë, konsumatori ka bërë hapjen e dy lokaleve të ndryshme, ku këto lokale furnizon përmes njësorëve ilegal, të cilën tash janë të konfiskuar, pasi që shpenzimi tek këta njësorë nuk faturohet në KEC. Pra, mënyra korrekte për me u furnizu këta dy njësorë duhet me u kyç përmes njësorit legal i cili faturohet në KEC. Pra rryma që është shpenzu për dy lokalet me aj, nuk është faturu. Nuk është faturu, nuk është regjistru, pasi që konsumatori këta dy njësorë i ka vendosur pa pëlqimin e KEC-it. Në pak minuta, ekipi special i KEC-it arriti të dokumentojë burimin e keqpërdorimit të energjisë elektrike në këtë biznes, teksa sipas procedurës u hartua edhe proces verbali me konstatimet nga terreni.